Sonte në zemrën e Tetovës së bukur, do të shfaqet për herë të parë premiera e shumë pritur e filmit Pasaporta, një projekt artistik që pritet të lërgjurmë në kinematografinë shqiptare, nën regjinë e mjeshtrit Eduard Grishaj. Ky film gërthen në vete emocione të thella, mesazhe të forta dhe një cast briliante aktorësh që japin jetë një rrëfimi modern, autentik edhe prekës. Gazetari i njohur Tyrona Lili dhe ekipet e Monitor TV kanë udhëtuar drejt Tetovës për të ndjekur nga afër këtë moment të veçantë dhe për të sjellë për publikun ekskluzivisht atmosferën nga premiera, emocionet e kastit dhe sigurisht disa fjalë nga vetë regjizori Eduard Grishaj. Gjatë bisedës ai ndalet jo vetëm te puna intensive, edhe te pasioni që ka shoqëruar realizimin e Pasaportës, por edhe ndan reflektime personale mbi karrierën dhe raportin e tij me moderatoren e njohur Arbana Osmani, një lidhje që shpesh ka zgjuar interes të madh nga publiku. Mbrëmja do të jetë një kombinim perfekt i artit dhe yjeve. Në këtë event do të jetë i pranishëm edhe Akili, një ndër figurat më të dashura të komedisë shqiptare, i cili do të shtojë hijeshi dhe energji pozitive në natën e premierës. Takimi me të është gjithmonë një moment për të buzëqeshur, por edhe për të reflektuar mbi humorin si pasqyrë e realitetit, një mbrëmje mbushur me emocion, art, të ftuar, të njohur dhe energji pozitive. Pasaporta nuk është thjesht një film, por një përvojë që nisonte nga Tetova për të prekur zemrat e publikut shqiptar anë mban botës. Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, konkretisht ju ndjekës të kanalit Monitor TV. Sot, unë kam udhëtuar drejt Tetovës, sepse konkretisht në këtë sallë kaq të bukur dhe me një ngrohtësi të papar, do të transmetohet premiera e filmit të regjizorit Eduard Grishaj, Pasaporta, një film që flet për një histori shumë të bukur, ku në këtë film aktor është edhe Akili. Do të shohim Akilin në këndin e aktorit. Në fakt ne jemi mësuar që Akilin ta shohim gjithmonë në portokalli, po këtë herë do ta shohim pak më ndryshe. Do ta shohim në këndin e aktorit në këtë film, i përzgjedhur nga Eduardi në disa intervista. Ju e keni dëgjuar Akilin teksa është rrëfyer për përzgjedhjen që Eduardi i ka bërë dhe njëkohësisht i ka ardhur shumë çudi se si do të ishte brenda një filmi, por gjithsesi duket dhe pritet që të jetë një film i mrekullueshëm. Pasaporta sot do të transmetohet premiera e saj për herë të parë në qytetin e Tetovës, në Maqedoni të Veriut. Do të thoni pse konkretisht është përzgjedhur qyteti i Tetovës dhe jo një qytet tjetër, për faktin sepse Tetova është zemra e shqiptarëve dhe gjithmonë gjërat historike kanë mbetur në histori të zemrës së shqiptarëve. Eduardi njihet për suksesin e tij, Eduardi njihet për duartrokitjet që në fakt publiku shqiptar ja ka dhënë gjatë gjithë karrierës së tij artistike. Eduard Grishaj, një regjizor i suksesshëm i Big Brother VIP Albania 2, ku protagonist brenda saj ishte Luizi. Në intervistën time unë do ta pyes Eduardin me një pyetje që në fakt shkodranët e përdorin me ken shkodran Tana i bane. Në këtë rast Eduardi siç duket të gjitha i bën. Domethënë do të jepet premiera Pasaporta, një film që është folur shumë si në Top Channel ashtu edhe jashtë Top Channelit, por në të gjitha mediat shqiptare. Pra të nderuar televizionistët, jemi në Tetovë, jemi bashkë me Tironi, i cili do të bëjmë intervistë sonë në lidhje me filmin Pasaporta, se si ky ka pritur film Pasaporta që ka ardhur për herë të parë në Tetovë, pra për shqiptarët që jetojnë në Maqedoni dhe jemi shumë lumtur që jeni bashkë janë mirësirë të emisionit. Ju faleminderit shumë. O zoti i madh, pra ky është Eduard Grishaj. Unë brenda e fola që është një ndër regjisorët më të mirë dhe që ka ditur gjithmonë të mbërthej për ekrani publikun shqiptar, por kështu që na mori edhe pjesën tonë. Unë do të them mirësirë edhe ti në Maqedoni. Edhe është për herë të parë që vjen në Tetovë, a? Seriozisht? Po për herë të parë dhe çfarë ndjeve kur erdhe këtu? Fantastik, jam kënaqur shumë të ardhur këtu nga Dibra e Madhe, nga vendi jot, vend fantastik, sepse unë Dibra e Madhe s'kam qenë asnjëherë. Por kam qenë në Amerikë kur kam dhënë filmin Staten Island. Dhe unë nuk e di pse kishte Staten Island sepse aty ishte Dibra e Madhe. Aty kam takuar vetëm nga Dibra. E vërtetë. Shoqata Dibra, restorante Dibra, njerëz të jashtëzakonshëm fantastik dhe mendova se njerëzit e mirë janë vetëm në Amerikë Dibrës, por takova Tironin që
Paktrurit zoti. Vërtetova që nuk janë njerëz të mirë, Faleminderit. vetëm në Amerikë, po që kanë edhe këto në Maqedoninë e Veriut. Faleminderit shumë. Dhe më pëlqej shumë, për herë të parë kam tetov. Tetova është shumë ikpritse dhe unë e ka thash shumë e brenda, mirë, po. kur e hapa këtë pjesën, thash që jo më kote kanë përzgjedhur Tetovën, sepse është zemra e shqiptarëve. Unë kam shkuar me filmin tjetër kam qenë në Shkup, Po, patjetër. e kalova shumë mirë, por një pjesë e madhe kishin ardhur nga Tetova. Dhe thashu tash duhet ja kthej borxhin e Tetovës, t'ju vinë në shtëpi, mos t'i bëj më marrë. Mos ton pastaj jas na erdhi Eduardi. Jas na erdhi, jas i shkova se nit veriu kështu themi. Tani me Ken Shkodran Tanat i ban është një thënie, edhe ti e ke dëshmuar që Tanat, po çfarë nuk kupton pasaporta? Pse pasaporta? Nga ku lindi kjo gjë? Pasaporta lini nga një problematik që kemi pas ne në Shqipëri, kur them ne në Shqipëri, jo vetëm shqiptarët e Me Shqipërisë, patjetër, në përgjithësi. po kemi pas një problem shumë të madh me emigracionin. Unë kur shkoj atje ku kam lindur, ka shtëpia shumë të mëdha, 3 kaçe, por po të hysh mrena ka vetëm 2 veta, 2 prind ose 2 të moshuar që rrinë dhe të gjithë fëmijët kanë ikë emigracion. Kjo është një plagë e madhe e gjithë e jona dhe gjithmonë kam menduar që të bëj diçka për emigracionin, edhe unë vij nga një familje që ka ikur emigracion, i vetmi që si ka isha unë. Dhe kjo është një histori e emigracionit, kjo është një histori e vërtetë që besoj që gjithë kush e shef filmin dhe kush e ka parë ka gjend veten, ka gjend familjen, ka gjend vllajin. Pra është një histori që na përfaqëson ne shqiptarëve. Kur them ne shqiptarëve, në bazë nuk është vetëm historia jonë, por është universale se emigruar kanë nga gjithë bota. Dhe kjo është një histori mrena o borrit shtëpisë time, si më thënë. Një djalë i fisit tim më merr një ditë në telefon që nuk ka shumë kohë, para ca viteve, që më thotë mu jam Meksik. I them, o çfarë bën Meksik? Sa po shkojnë në Kanada, tha me pasaport falso bashkë me një vajzë ilegalisht. Dhe pastaj ai më tregoi historinë se si po kalon të gjitha peripeci kalon të andej dhe unë thash kjo është ide e jashtëzakonshme për ta kthyer në film. Pavarësisht se ishte një film që kërkonte shumë punë, sepse unë doja ta xhiroja fiks siç ishte historia, siç ishte ngjarja, siç ishte ky djalë që kishte shkuar me këtë vajzën, që nuk ishte vetëm historia e këtij, po historia e shumë të rive shqiptarë që zgjedhin për të larguar nga Shqipëria në vende si Amerika, si Kanadaja, edhe si Anglia, sepse këta janë disa shtete që ne na privohet për të futur me pasaportën tonë. Shumë e vërtet. Tani për fund, ato u kthyen në vendin e tyre apo mbetën andej? Tashi për fundi do të shohësh filmin sonte, është shumë interesant. Kur ju do ta mendoni që e keni kuptuar filmi merr një komplet një rrjedhë tjetër dhe bëhet shumë historia, bëhet shumë interesante dhe do ta shohim se si përpunon filmi. Por nuk përfundon ashtu siç fillon. Okej. Sa kohë të mori e gjithë kjo punë e madhe që ti po sjell tashmë në sken? Unë kam filluar para 2 viteve e gjys për të bërë hapat e parë, deri në ditën që jemi këtu, që ka bërë shumë premiera në Kanada, në Amerikë, në Europë, gjithandej dhe jo pa qëllim ka marrë në Tetovë, sepse ne i themi ëmbëlsia për në fund dhe faktikisht ja vlinte ta mbyllje turneun e gjatë prej 35 qyteteve me Tetovën, sepse jam vërtet i lumtur që jam Tetovë, kërkesa ka shumë mëdha për ta parë filmin këtu dhe mu Tetova po m'pëlqen shumë dhe tani që unë e pash Tetovën, shpresoj që të vi shumë shpesh me punët e mia artistike të sjellë këto. Se meriton ky qytet edhe këta njerëz që jetojnë. Eduard, në Maqedoni, ky filmi juaj bën shumë punë sepse Maqedonia është vendi që ka ikje masive. Më thënë, këtu është e frikshme ikja. Çdo ditë, çdo natë të rinjt po largohen, autobusat janë plot, avionët janë plot dhe besoj që filmi juaj do të jetë një mesazh shumë i bukur edhe për publikun tonë që ndoshta të marrin atë frytin më të ëmbël për të kuptuar se duhet të qëndrojmë në vendin tonë dhe të kontribuojmë këtu. Më tërhoqi që parë një vëmendje, një diçka që e the, të gjithë ikën, unë qëndrova. Çfarë të bëri ty personalisht, më falë që po të drejtohem me ty, çfarë të bëri ty që të besosh në Shqipëri, kur ne po shohim një Shqipëri jo edhe aq të suksesshme, të paktën tek pjesa e rinisë? Dgjoj, ka histori të jashtëzakonshme suksesi të rive në Shqipëri, kur them Shqipëri po i përfshi të gjithë, që kanë ecë shumë përpara dhe jetojnë shumë lumtur dhe bëjnë punë shumë të mira. Unë, kur kam qenë i vogël, e mbaj mend që vllai im niset me gomone për t'ik në Itali. Po për të nisë me gomone në atë kohë për shkuar në Itali është që ti të rrezikosh jetën, ti mund ngelesh në fundetit si me qindra shqiptarë që kanë mbetur dhe sot akoma nuk dihet se ku janë. Dhe unë mendoja se fakti që ti ishte perceptimi im kur isha shumë i vogël, që fakti që ti do të vesh jetën tënde në rrezik për t'ik në Itali, kush di se çfarë do të jetë atje, do të jetë parajsa, ke parasysh. Dhe më dha mundësia që t'ik në Itali jo me gomone, por të marr një vizë në atë kohë kur ne nuk kishim
nuk ishte si sot që me pasaport më shkoj, duhej një vizë, unë marr një vizë në atë kohë, se kam filluar të punoj në media që në moshën 15 vjeç, edhe i krijova mundësitë për të bërë një vizë dhe shkova me tragjet për herë të parë në Bari, të Italisë. Dhe gjatë gjithë rrugës mendoja se imagjino se ç'a do bëhet kështu, sepse shokët e mi ishin nisur ca me gomone, ca nga Kroacia, nga Mali duke rrezikuar jetën dhe thashu, normalisht që ti po të vish këtu do të jetë parajsa dhe kur shkova atje që hypa në Bari, u ula nga trageti, s'pash as i gjatë veçantë dhe as një mrekulli nga ato që unë isha arritur dhe as perceptimi im që kisha nga njerëzit që kishin bërë duke rrezikuar jetën. Dhe thash, me rreziku jetën marr deri këtu, a ja vlen? s'ja vlen fare. Kështu që kam qëndruar atje disa ditë dhe jam kthyer dhe kur kam ardhur në dogan për të kthyer prapë më pa i polici italian me shumë çuditshme, si ka mundësi ky me vizë, po kthehet në Shqipëri, ndërkohë në ato ditë ishin njerëzit që luftonin me jetën për të ikur në Itali. Ke parasysh dhe unë kam marrë në atë kohë dhe s'kam menduar kur më të emigroj një herë jashtë. Ke parasysh dhe kam menduar me gjëra që kam pas mundësi për ta rregulluar jetën këtu dhe për të nejtë të vendi ku kam lindur, si me thënë. Asnjë gjë nuk kam ata që kanë ikur, por kjo është zgjidhja ime dhe kjo është zgjidhje personale. Ajo që kam dashur të them mesazhet e filmit është që t'ju tregoj të rive shqiptarë që fatkeqësisht akoma edhe kësaj dite mendojnë për të larguar nga Shqipëria, se nuk është e lehtë dhe nuk duhet të ikim ilegalisht nga Shqipëria, sepse duke ikur ilegalisht paguhet shumë lek dhe duke paguar shumë lek fuqizohet krimi i organizuar. Fatkeqësisht. Po, fatkeqësisht. Kështu që nuk është mënyra e duhur për të larguar. Unë e di që audienca ime është shumë e madhe dhe ato zonjat e mia janë kurioztare të dinë. Mirëmbrëma yje ishte një super projekt që mbërtheu përsëri shqiptarët për ekranin. Dua ta përgëzoj Arbanën, bashkëshorten tuaj, që ditë na fal kaq shumë dashuri. Realisht është e vetmja moderatore që ne shqiptarët këtej na bën që të ndjejmë Shqipërinë me zemër. Si është marrëdhënia juaj? Si është Arbana? Çfarë po ndodh? Ja tregoj Arbanës këtë çështje. Vërtet? Po, po. Arbana është ju fare. Faleminderit. Dhe cila ishte pyetja? Si është Arbana, si po shkon me projekti, Mirëmbrëma yje na ka pushtuar. Do ta rifilloj projektin Mirëmbrëma yje. Ka thash Arbana s'është atë hap. Dhe do fillojmë përsëri projektin. Ishte një projekt, domethënë ishte një gjë e thjeshtë që ne kishim dëshirë ta bënim në shtëpinë tonë për të ftuar miqët dhe për të bërë biseda spontane për shefin tonë dhe ishte një projekt që e bëm, si më thënë, që na pëlqej dhe do ta rifillojmë edhe një herë. Do të nuk lidhej me yjet e Big Brotherit as pak. Jo, kjo lidhej me yjet tonë që konsideronin ne yje, ke parasysh, po. Yjet janë të Arbanës, pastaj ajo nda që i qonë të Big Brother, nda që i qonë të shtëpia, nda që i qonë në qiell. Shumë bukur ishte kjo. Faleminderit shumë, sinqerisht uroj shumë suksese, edhe uroj që gjithmonë të na vini me kaq pozitivitet dhe dashuri. Faleminderit për respektin dhe për mirëpritjen që na keni. E meriton. E pos do e linte Eduardi pa janë nxjerrur edhe faqen e Zeza Akilit. Po pa i treguar të vërtetat. Po kush ka kaftuar në film? Dhe e meritonte Akili të jetë në këtë film. Sipas Eduardit e ka merituar me se s'bën. Po Eduardi kishte ngritur çdo shkodran. Po hajtë të themi edhe të shohim çfarë pas ka thënë ky djalë. E keni parë në Portokalli. Çdo të diel në premierën e Portokallis na knaq. Skena të ndryshme. Të shumë faleminderit. Unë jam habit se sa shumë njerëz nga këtu tetova ndjekshin Portokallin. Domethënë jam vërtet shumë habit nga kjo gjë. Ky është një mik i imi që punon regjisor, ke një të shtëpia vet. Punon regjisor. Po, punon regjisor, si më thon, si profesion. Edhe është shumë regjisor i mirë. Do i thot diçka, ja thuaj. Si se më pyete për Akilin mu. Po doja ta pyes vetëm. Nëse më pyete mu për Akilin. Patjetër, po. Akilin e ka marrë në film. Okej. S'ka qenë më përpara në film normalisht, e mora, erdhi bëri audicion, tha jam nga Shkodra, fakti që jam nga Shkodra, hajt tash po japi mundësi. Po pra po, sa shumë ke bërë ti me Shkodran? Po, e mora, po, nuk është i pari, me që Shkodranet që shef ti kështu. A mund të them versionin tim? Edi më luti për këtë rolin, ka nejt një javë mas shpije, ta man hajde këtë këtë filmi dhe i thash, nuk e di, a kam kohë dhe pastaj të regoj versionin tim rral. Dhe i thash dhe të marrë të këtë filmi, i thash, po tha, jam flenë, tha këtë filmi, së smerë me filma, i thash, hajde se gjyroj i thash në Meksik dhe në Itali. Fakë që i thash gjyroj në Meksik dhe Itali, se kësë ke kalu Shkodrën kur. Au, që tu? Maksimum ka qenë deri në Tiranë. Deri në Tiranë kam kanë. Ka qenë deri në Tiranë, i thash, hajde se ky film. Ta qa personazh jam, i thash i Aldi. E lexova skenarin, merret nesër, më tha Aldi, shkon jashtë shtetit. Thash po, në Baldushk i thash, në Baldushk. Ky deri atje në Baldushk me nëndë që është jashtë. Marrë filmi, thash pse s'kam ikë jashtë shtetit, do të çojnë premier tha. Dhe ja kum ka pru veshin Tetov. E ka marrë Tetov, e ka për herë. Vesh tum ka pru. Po, me Tetova është jo Tetov. Jo Tetov, ky s'ka qenë Maqedoni kur.
Hera pare që vinë Maqedoni, të betohet. Ja, se menon se po të gënje. mikrofoni se Le mikrofoni, s'ka vërë. Shumë faleminderit zoti regjisor. Është shumë i mirë. Më ka kërkuar ke një film tjetër. Po nuk e dija a mune me shku, si me thamë. Patjetër që do shkoj, sepse është një sukses i garantuar. Akili, Absolutisht e po. hyre me njëherë hyre në rolin tënd të humoristit. Si të duket e tova njerë të pyes kështu, pasi që është tjera e parë? Fantastike, jam mrekullu shumë, domethënë njerëzit, nuk e dija që njerëzit e Tetovës janë kaq njerëz të mirë, kaq të dashur. Mos flas pastaj për ushqimin, që ishte një mrekulli e vërtet. Hangra ca specat mbushur me gjizë dhe me kos, ishte një Është fantastike, është ishte një perë, ishte një perë, po. Që ke knaq fare. Absolutisht shumë. Ti e ke rolin e? Unë jam shoku i ngushtë i Edonit, djali që emigran. Unë jam ai që i bëj lidhjet për të largu. Ti ai, ja? Unë jam ai gangsteri Ti ai gangsteri, gangsteri vogël fare. Po unë jam gangsteri. Si u gjende në këtë? Unë kam dëgjuar në fakt intervistat e tua që ke dhënë për mediat, qoftë edhe për Top Channel, që ke qenë pak konfuz te kjo përzgjedhja e filmi. Nuk e ke parë kështu veten me një herë që ty hym kësaj rruge? No, nuk e di ku e ke pa këtë. Kam dëgju pak. Atë ideja ka qenë kështu, unë dhe Edi nuk u njihshim as pak me njëri tjetrin, por kishim një telepati. Ai më kishte menduar mua në këtë rol, dhe unë kisha menduar të shkruaj Edit për një rol. Edhe kur Edi kishte vendosur që të më thirrte një ditë, unë i shkruaj ai pari. I thashë kam dëshirë bëj një audicion për këtë film jot. Po, më tha hajde se kam diçka për ty. Më dha skenarin, edhe më tha lexoj këtë skenarin dhe gjej kush je ti këtu. Pra më la mu ta testoja nëse ishte roli im ai. Unë kur e lexova, thash unë jam ky djali këtu dhe vërtet ai isha. Pra dhe skenari më shpërshtat identik edhe me karakterin si jam një të përditshëm. Do mi thuash 3 momente të vështira që ke kaluar në këtë realizimin e këtij filmi. Momenti parë i vështirë ka qenë dita parë e xhirimit, sepse ishte dita parë që punoja me Edin edhe nuk e dija çfarë tipit kishte. Edhe kur filloi skena parë që tha action, unë vazhdova të bëj atë aktorin e madh, e ke parasysh sikur po bëja ndaj gjë kështu. Dhe Edi thot kat, thash mos, nuk e dreçosa. Vjen tek unë dhe më thotë që nuk kam nevojë të më bësh aktorin këtu. Unë të kam marrë sepse të dua për origjinalitetin tënd. Bëj Akilin. Një moment kjo dhe atyri moralishmëri. Momenti tjetër i dytë ka qenë kur më duhet të qaja. Sepse të kanë komedian, të kanë Akili qaj. Të kanë komedian normalisht ishte pak, po jo është tjerë, sepse fundit kjo është puna jonë, po ishte moment disi i qembunin në pozit. Edhe momenti tjetër i vështirë ka qenë dita fundit e xhirimit. Pse? U knaqa ka shumë, e vazhdova ta dua ka shumë sa u mërzita që mbaroj ka shumë. Po edhe tash çoj, je shumë i emocionuar kur flet për filmin. Jam shumë i emocionuar sepse seriozisht e quaj një ndër arritjet më të mira, më të bukura që kam bërë deri më sot. Tani nga eksperienca që kalove, edhe pse ke një rol jo të bukur për shoqërinë shqiptare. Nuk është i keq. Nuk është i keq. Duhet ta shikoni filmin sepse unë nuk jam gangster, jam shoku i tij i ngushtë. Unë i ruaj maman, unë ndihmoj të iki, unë e pres kur vjen. Më pëlqen ky shoku i ngushtë i ndihmon të ikën. Po tash kur e shih shoku veç si do të bësh diçka, por shikoj, në princip jam si 60% e djemve në Shqipëri. Patjetër, ajo është realiteti. Ai është realiteti, unë mund të bëj realitetin, po. Tani në Portokallin na knash. Çdo të jeni vdes për atë rolet e tua, ta them sinqerisht, po si jemi tove atë nënën e Loredanës. Nënën e Loredanës. Mi bëj një 2 pjesë nga ajo tash jajtën. Unë jam mamë Loredanës dhe Adja dhe Lobve. Po, ajo ishte shumë spontane, kur e po me, domethënë nuk e menuar me kurrë që mundet më na përshtatë Llazani, e kupton? Po, vetëm si fizionomi fytyrë më tha regjizori Akil, do hiqësh sa mustaqe, tha dhe këtë. Po pse i thash, do bësh këtë gruan, tha, e shoh. Thash, "O, këtë ka Akili versionin femër." Pa ruket grimin edhe doli ajo që doli. Çfarë presim nga Akili? Çfarë pritet nga Akili përpos Portokallis, përpos Po, Portokallia, misioni Portokallis dhe komedia është gjë ime parësore që kam gjetur veten, po e bëj me shumë qejf dhe po merr shumë benefite të mira nga populli dhe nga shqiptarët. Pjesa tjetër e dytë absolutisht merrem edhe me muzikën. Kam edhe ca projekte të mia muzikore që i kam lançuar dhe po pres të lançoj disa të tjera që akoma nuk jam i bindur në atë që dua të lançoj sepse dua të bëj diçka që të jetë të tua të godas. E kohës, absolutisht, po të goditse. Pjesa tjetër absolutisht prap me filmat. Kam disa nga filmat që më janë ofruar, akoma jam në shqyrtim sepse filmi Pasaporta aq sa ishte i mirë, ishte edhe në të këshillat e mia sepse të punoshte me Edin, po punon me nivelin më të lartë. Edhe kur shikon produksione të tjera thua
a ja vlen të ulesh apo të bësh diçka, pra o do të gjej atë që është në atë nivel ose më lart. Se ndryshe cili është qëllimi, e kupton? Unë nuk dua të të marr shumë kohë, se tash keni dhe premierën. Po. Unë të falenderoj shumë që u prenoncove për median tonë, edhe të uroj gjithmonë të jesh po ky Akili me shumë energji për të na falë çdo të diel që ne pozicionohemi te Shumë Portokallia. faleminderit juve dhe komplimente shumë edhe për emrin. Faleminderit. Tiranë, era parë që një gjej, vinë të tove gjej një Tiranë, domethënë, e kupton? Në tonë Tiranë nuk e gjej një Tiranë. Vinë të tove gjej një Maqedoni. Dhe shumë kënaqësi dhe shumë faleminderit për gjithë respektin ty, krejt stafit tanë që aty mbrapa që po xhirojnë edhe po presin, edhe krejt të varëve dhe krejt shqiptarëve që jetojnë këtu. Truaj Zoti, faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Respekt. Është ky Eduardi dhe Akili që të kënaqin shpirtin. Po sa i bukur që ishte ky film. Mos harroni ta shikoni. Thjesht Pasaporta dhe do të gjeni realitetin e ditëve të sotme. Dhe këtë mos të harrojmë. Arban Osmani, yjet që i krijon, i çon ku të don ajo.